RTS Shkodra do të sjellë në këtë periudhë festive të fundvitit emisionin special Simfoni Festash, i cili do të transmetohet nga data 25 deri më 31 dhjetor, çdo mbrëmje nga ora 18 deri në 19. Programi dedikohet njerëzve të suksesshëm në art, sport dhe fusha të tjera, të cilët kanë spikatur me arritjet e tyre gjatë vitit që po mbyllet. Emisioni vjen në drejtimin e Mario Gjinit, Ariola Zadrimës dhe Blerta Koplikut, të zërat të RTS Shkodra, të cilët përmes një stili të lirë intervistash dhe bisedash në studio, jashtë kontureve tradicionale televizive, krijojnë një atmosferë dhe hapësirë të ngrohtë komunikimi. Janë personazhe të cilët do të vinë pikërisht në studio dhe do të mund të ndërtojmë mbase një lloj bisede më ndryshe dhe pak më ngacmuese me këta personazh për t'i njohur ne nga afër, por njëkohësisht edhe për t'ia çasur këtë audiencës tonë, që uroj të dalë diçka vërtet shumë e këndshme. Programi ndërtohet mbi energjinë pozitive, fjalën e bukur dhe emocionin që karakterizon fundvitin. Shkodra përcjell shumë dashuri përmes ekranit, përmes njerëzve të artit, përmes këngëtarëve që tashmë i kemi mjaft prej tyre të cilët janë shumë të suksesshëm, edhe jo vetëm artistëve të ndryshëm. Unë jam me fat që jam pjesë sërish e RTS Shkodra, edhe ndoshta gjej momentin për të falenderuar drejtorin Jetmir Shpuza që na dha mundësinë sërish për të përcjellur publikut gjëra të bukura të këndshme. Të ftuarit e Simfoni Festash do të ndajnë çdo mbrëmje histori personale, kujtime, reflektime, por edhe urimet e tyre për vitin e ri në RTS Shkodra.